Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës së bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë referuar në prokurori disa materiale procedurale për ngjarje të ndodhura në zona të ndryshme të qarkut. Në fshatin Sheldi, specialistët e policisë rrugore kanë proceduar penalisht shtetasin DSH, 56 vjeç, i cili u kap duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi. Në një tjetër rast në fshatin Kroni, një e moshuar 86 vjeçare me inicialet LA është rrëzuar aksidentalisht në banesë duke psuar dëmtime trupore. Ajo po merr mjekim në spitalin rajonal të Shkodrës, ndërkohë që materialet janë referuar për vlerësim në prokurori. Në fush Arrës, policia ka nisur procedim penal ndaj shtetasve HS, 61 vjeç dhe XS, 58 vjeç për veprat penale pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit si dhe vetgjytësi. Hetimet kanë treguar se mes tyre ka patur një konflikt pronësie, ku secili ka bllokuar rrugën që çon drejt pronës së tjetrit. Ndërkohë një tjetër rast është regjistruar në fshatin Golem të Bashkisë Shkodër, ku shtetësja DSH, 60 vjeçe, ka kallëzuar se i është vjedhur një shumë parash në banesë, gjatë kohës që ajo nuk ndodhej aty. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Të gjitha materialet procedurale për rastet në fjalë janë referuar në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme hetimore.